Në 93 nisët merresh me biznes dhe me një biznes familjar që praktikisht ke patur krah teje dhe bashkëshortin. Si është punosh me bashkëshortin 24/7? Është stres apo ta bën më thjesht punë? Nuk është aq e bukur, herëherë është e shpifur. Është e shpifur. Sepse tani e kam thënë kështu nuk e di se mbaj mend. Tani ti je në shtëpi, bën dhe një debat në shtëpi, të jesh i sigurt që debatin dhe inatin që ke në shtëpi do ta çosh dhe në punë. Ose ti bën debat në punë dhe tash je ke në punë partner, atë do ta sjellësh në shtëpi. Pra, ti bëhesh dashje pa dashje, krijon një lloj monotonie. Pra, përveç atyre të mirave që ne i kemi të ardhurat bashk, kontrollojmë bashk gjën, por për sa i përket asaj marrëdhënies, domethënë asaj marrëdhënies që duhet të ketë një çift, kjo ndikon shpeshherë dhe negativisht. Sepse ka raste kur shkoj në shtëpi dhe nga që kam inatin e punës, them po si erdhi ky. E kupton? Se erdhi në shtëpi dhe ky. Po, e kupton se më duket. I dil me shokët.